Ka melodi shumë e bukur, kjo na midi fare. Unë po hedh, prit të vim pak në vete. Vlon kapaku i kokës. Po, më hapi sapo të më kaloj efekti i saj. Përshëndetje, mirë se vini në Flak Fare podcastin. Tani nuk mund ta them më mirë në qytet se u bën ja 10 puntata që jemi bashkë, por nga podcastet më të reja dhe më të zjarrta. Kështu që duhet falenderoj të gjithë juve që na ndiqni në të gjitha rrjetet sociale, qoftë ai Facebooku, Instagrami dhe TikToku, po sigurisht edhe ata që na ndjekin në YouTube, ndjes për të parë episodin e plot. Sigurisht ju e dini dhe unë e them vazhdimisht që unë nuk mund të kem elementin surprizë për të ftuarin pasi ju e shikoni direkt ndërmjet titullit. Por, me thënë të vërtetën, duhet të them dy fjalë para se ta prezantoj. Ai është një personazh që unë kam gëzuar respekt maksimal për të dhe personalisht jam ndier shumë krenar për të, pasi kur kam qenë adoleshent, ka qenë një person i cili ka marrë pjesë në mediat greke. Unë kam jetuar dikur në Athinë dhe kur shikonim televizion dhe shikonim një serial që ka qenë shumë i famshëm në Greqi dhe ka Leptakirigma, ai ishte pjesë e atij seriali. Mjaft aktiv në atë serial dhe të gjithë krenoheshim që një shqiptar na përfaqësonte, gjithë paktën të brezit tim adoleshentët kënaqeshin kur e shikonin. Prandaj që atëherë e deri më vonë sigurisht e kemi ndjekur në udhëtimin e tij. Ai u bë shumë i gjallë sigurisht ndërmjet formatit i cili vërtet katapulton si Big Brother. Për mua fatmirësisht që u rikthye i zhurmshëm në arenën e mediave shqiptare. Zonja e Zotrin nuk po zgjatet më. Gjibani në studio. Nisë gjeta. Kënaqësi që erdhe. Më dukesh në formë? Jam në formë, faleminderit shumë për hyrjen, faleminderit shumë për sqarimin dhe për prezantimin, sepse një pjesë shumë e madhe e publikut e injoron faktin që unë kam filluar karrierën time artistike faktikisht në Athinë, edhe që kam marrë pjesë në seriale televizive aty, për më shumë që kam kënduar edhe shqip, sepse na dalin shumë patriota këto kohët e fundit. Ta akuzuan që këtu në Big Brother në Shqipëri që çoku këndoi greqisht, atë jo mbase që s'dinë është që ti ke kënduar shqip mund në mes të Athinës. Po kam askaraj sa dush, unë kam kënduar shqip në mes të Athinës në kohë shumë të vështira, në gojë të ujkut, nëpër koncerte, jo vetëm në televizionin mbrapa kamerave, sikur cicerojnë këta maskaret e pseudopatriotat shqiptar. Edhe kam kënduar para policisë. Kam këndu në demonstrata, kam këndu në koncerte, kështu që në sheshe, në platia, si që thot greku. Kështu që të flasësh nga strofulla është e lehtë, po të jesh aty jashtë e ta bësh me të vërtetë. Unë jam i lirë. Jam i lirë, unë këndoj shqip, e flas shqip në Greqi, jo tani, po në ato vitet e vështira që është vitet 90, e pastaj në fillimin e viteve 2000. Po të du të këndoj greqisht në Shqipëri, do këndoj greqisht në Shqipëri edhe nuk ka njeri të ma mohoje këtë të drejt, as nuk ma ka mohu njeri, faktikisht. Unë dua të pyes në fakt dhe do të pyes në lidhje me ndjenjat që ke kundrejt realitetit grek, unë nga që e kam jetuar edhe të kuptoj 100% çdo të thot ajo që ke bërë ti. Mbase ata të gjithë që kanë jetuar në Greqi, sidomos vitet 2000, mund ta kuptojnë lehtësisht. Çfarë do të thotë dhe çfarë simbolike kishte për komunitetin tonë që një djalë të merrte pjesë në një serial, që një djalë të këndonte shqip, ta përfaqësonte dënjësisht Shqipërinë. Për këtë unë si shqiptar të falenderoj që e ke bërë dhe mua më ke bërë brenda realitetit tim të ndihem krenar. Shumë faleminderit, e ndjej sepse nuk kisha asnjë nevojë ta cekje, s'kisha asnjë nevojë ta thoje, biseda është krejt e lishme, krejt natyrshme, nuk jemi të përgatitur dhe ti megjithatë e the, ta di shumë për nder, me të vërtetë, sepse jep këndvështrimin e një insideri në jetën time, sepse kam shumë problem në gjitha emisionet që shkoj, janë ato pyetjet shablon, klishe, po, cilat pyetje rrethohen rreth pyetjeve që më janë ribë. Dhe rrallë më ka ndodhur që dikush të di diçka më shumë mbi të kaluarën time. Këta që më akuzojnë këtej kanë ca kushëri andej në Greqi, të cilët ndryshojnë emrat, të cilët nuk akuzoj asnjëri se secili përshtatet, po them se kush janë këta që akuzojnë
që pse kam këndu shqip. Kanë ca kushuri këta të shqiptarët e Republikës Shqipërisë, të cilët po kanë ndryshuar emrat, kanë ndryshuar dhe fen, kanë mohu dhe identitetin, nuk kanë folë edhe shqip, kurse nga shqiptarët e Kosovës, që më kanë akuzu, janë shumë që dëgjojnë këngëtar të cilët bëjnë bashkëpunime me artista grek, sepse janë komercial, si njëra anë ande, si ana tjetër këtej. Kështu që të rrinë mirë, shikojnë punën e vetë edhe të jenë real, sepse ne jetojmë në një botë ku përdorim produkte edhe të hasmit, megjithëse unë Greqinë absolutisht nuk e konsideroj si hasëm për Shqipërinë, është një vend tek i cili megjithë pakënaqësitë që kam unë për politikën e jashtme të atij vendi, për synimet territoriale, të cilat shtrihen deri në rang politikanëve më të lartë, domethënë në mënyrë mëzyrtare, Athina ka synime territoriale Megalidhea, Megalidhea, po, në mënyrë të paturpt për një pjesë Shqipërisë, po megjithatë populli grek ka vërtetu një realitet krejt ndryshe, ka shfaq atë bashkëpunimin me popullin shqiptar, se nuk do i quaja dashuri, se është fjalë e madhe për të thënë, po bashkëpunim. Grek dhe shqiptarët kanë bashkëjetu, kanë bashkëpunu dhe janë urry, janë vrarë, por edhe janë dashuru. Kështu që ka shumë fëmijë të cilët i përkasin gjeneratës së brezit të ri, të cilët janë me nën ose baba grek dhe me nën ose baba shqiptar, kështu që kanë ndryshuar gjërat, nuk janë as thjeshta që atje Greqisë ose atje ti vëm gishtin gjëra, është e vështirë. Nuk janë më as komplikuar. Po njerëzit në përgjithësi njerëzit e paformuar, ignorantët, kanë nevojë për thjeshtëzime. Nuk shikojnë dot botën me ngjyra, nuk e shikojnë dot, ju bëhet shumë komplekse të shikojnë detajet, ju bëhet diçka shumë vështirë për ta procesuar me turën e tyre. Dhe kanë nevojë vetëm është ose keq ose mirë. Dhe janë këta njerëz në përgjithësi që janë kthye, kanë njerëz si Olti Curri për sa i përket, domethënë. Pse Olti Curri çka? Olti është budalla. Është budalla, është krejt budalla, është një njeri që nuk kujdeset për trupin e vet, nuk mund të kujdeset për mendjen time, nuk mund të kujdeset për sjelljen time. Olti është nga ato, në Greqi ka një shprehje për njerëz si Olti Curri, quajmë patriota kanapeje. Do thënë është divani. Po, është adetar koltuku, nuk është adetar i cili është në terren, sepse kur unë kam bërë aktivitet artistik në gjuhën shqipe në Greqi dhe vazhdoj ta bëj këtu, nuk ka qenë ndonjëherë në Olti Curra në vërdall dhe kam pa dikun që ishte shpreh, ishte prononcu që ky që këndonte greqisht thuse kisha bërë një mëkat shumë të madh sepse kisha kënu greqisht, po greqisht po të knojnë sa, se kuptova. Jo, në fakt në historinë e Shqipërisë ne kemi pas Notis Faqenaqi i cili ka dhënë deklarata goxha kundër shqiptarëve dhe kur vjen puna, festuam, kënduam, u argëtuam etj. Dhe këto janë gjëra shumë komplekse, me thënë të vërtetën. Njerëzit vlerësojnë artin e tij dhe nuk është se vlerësojnë base personalitetin e tij ose bindjet e tij. Në fund ditës këto gjëra dhe kjo është pyetje që duhet ta bëj. Por pasi të provojmë salsën e parë. Megjithatë, para se të provojmë salsën e parë, duhet të falenderoj se i harrova sponsorat tanë të këndshëm, KFC-n e cila ndodhet gjithmonë si këto krapulet mrekullueshëm, lufrën e cila ndihmon të ftuarit e mirë që të freskohen nga djegja dhe sigurisht dhe kjo më bën tani të ndihem pak si Arjan Çanjolc. Miq, të taran. Go Plus vjen në emisionin ton, është një pije energjike e relativisht e re në tregun ton. Është spektakolare. Unë them ta hapim nga një xhiban, ta bëjmë një gëzuar. Po mirë që Go Plusi t'i jep energji dhe është gëzuar. Go Plusi është go home or go eger. Unë them ta çojmë eger. Në fakt ti e kam përshtypjen ambasadori më i mirë i Go Plusit për këtë emision, sepse ti realisht për gjërat që ti beson, you go eger. Nuk e dia, do jem në lartësinë e duhur për pritshmëritë tuaja, po unë me thënë drejtën me Plusin më shkojnë mirë gjërat e kam fat, sepse se je pozitiv. Nuk e di jam pozitiv, po kënga të dua është bë hit nga Radio Plus Dyshi. Okej. Grupi që kam pas në tregun shqiptar që quhet Plus 355.
Dhe të gjitha të lidhen. Edhe jam dhe katolik. Është dhe plusi tjetër. Okej, Go Plus për gjithë ju që doni të fitoni një super makinë Avatar, është një super makinë vlen me mijëra euro, mjafton të bëni pjesë e shorteut miq, futuni te loja Go Plus online, hapni kanalin, këtu gjeni kodin, e fusni kodin aty, ai që bën 100 kode futet në pjesë të shorteut të madh, janë 8 makina, super makina të cilat do ndajnë. Kështu që falenderit gjithë sponsorëve mi dhe nisim direkt me salsën Bujrum. Nuk është ai direkt. Jemi në fillim, pa nesh është alë Kështu ditë pas ka bezdisa i Olti Curi. Gabim ka bërë. Olti Curi më kërkonte dikur intervistë, me që folim për Radio Plus 2-shin, kisha nxjerr këndën të dua. Kërkonte intervistë nga telefoni dhe ka kryer intervistë telefonike me mua. Nuk kam pas asgjë kundër, por kur kam dalë nga Big Brother kam pa shumë nga këta. Mund të jetë një keq kuptim Gjiban. Kam pa shumë nga këta analistët E qartë. Të cilët kanë dalë, kanë folë për dhunues, bullizues, s'kanë ndonjë gjë pa thënë. Nuk besoj se është keq kuptim, sepse është tjetër gjë të kritikohem për agresivitet, është tjetër gjë të kritikohem për pjesën atë të dashurisë. E qartë. Pra, se unë kam emrin Arban, unë nuk e kam emrin diçka tjetër. Unë e kam emrin Arban dhe e kam pas emrin Arban edhe në Greqi. Edhe unë Rudi. Tani Rudi s'është emër shqiptar, po të paktën unë ruajta identitetin. Megjithatë, të mos jemi kritik mbase për njerëz që janë detyruar për shkak të presioneve të politikave greke që të ndryshojnë mbi emrin dhe të përshtaten, nëse ka shumë shqiptarë që kanë bërë për këtë. Ja, nuk ja di për nder. Jo. Kush e ka bërë për shkak të presionit turp të ketë. S'kan pas pse më ndryshu, ta mbash në Shqip. Po për të qëndruar më burr. Shifin njerëzit në Angli. Megjithatë përshëndeshin të gjithë Thanasat, Vangelat e gjithë që kanë kthyer emrat. Është në fakt për mua që unë Kulem këtu? Aty le. Për mua që e kam ndier çfarë do të thotë kërcënimi i identitetit tënd, që identiteti jot kryesor është emri jot. Unë që e kam ndier që kur isha në shkollë në fillore për shembull thonin që ku vetëm emri qeni ti Rudi. Bëj Hristo. Pas ata dërgoj Barcalet për ai. Lutem. Shkon Marku në shkollë, klasë parë. Edhe në Greqi prezantohen gjithë, i pyet mësuesja gjithë, çe ke emrin ti? Po ti, jo Marku, Agim. Agimi. Çe ke emrin ti, çe ke po? Marku ishte gjatë. I krishterë po. Mund ta mbanin. Çe ke emrin ti, çe ke emrin ti, çe ke emrin ti, tani vjen rralla Agimit. Thot, po se lene, thot ky si quhesh domethën? Thot ky Agim. Fillojnë të qeshin gjithë nxënësit grek. Një moment bie zilja dalin. Nxënësit e tjerë i thot mësuesja Agimit, thot, hajde pak, thot mos dilti. Dëgjoj thot, unë e kuptoj thot që prindërit e tu ta kanë vuar emrin Agim thot, nga që ke linë në Shqipëri, ke jetu atje, po këtu do të shikojnë, do të bullizojnë, do të shikojnë me një sy tjetër nxënësit e tjerë. A e ke problem të thrasim me një emër tjetër? Thot Agimi, po me çfarë emri thot? Po ja thot, do të çojmë Panajoti. Po mirë thot Agimi. Okej, Panajoti, thot, nëse nuk do më tallin më, nëse do jem mirë me gjithë ta. Okej, bëndej shkreti Agimi. Po. Tani Agimi kështu e mendoj, i vogël ishte Agimi në klasë parë. Fëmijë. Edhe në klasë parë si ata emigrantët që ikën nga këtu pa përvojë emigrimi, është simbolik dhe mënyrë simbolike gjithë Barcaleta. Nëse shkon Agimi te shtëpia që mos ta zgjasim. Interesante. E thret nëna i thot, Agimi thot, hik deri në supermarket, deri në dyqan mbet diçka. S'përgjigjet Agimi. O Agim. S'përgjigjet, thot, ti pse s'përgjigjesh thot? Ja futi shpull të mirë. Tani Agimi Panajoti filloi të çante. Sepse nuk dinte ai kishte emrin Agim apo Panajoti, se mësuesja i kishte thënë që emrin Panajoti tani. Okej. Pas janë një orë vjen babai nga ndërtimi. Agimi thot mi bie pak pantoflat. Hiq Agimi. O Agimi bie pantoflat hiq. O Agim fare. O thot pse s'përgjigjesh ti thot? Jo thot se kam emrin Agim, unë kam Panajoti. Çe ke emrin ti thot? Kalltau. Ja kërcet dhe i shpull tjetër babai vet. Shkon Agimi nesër ke shkolla, syni nxim kështu. E shikon mësuesja thot, hajde pak tu thot ti thot. Ç'u bë thot, ç'a ndodhi? Lene profesori thot, ç'a më tregu thot, më sulmon 10 ca shqiptar te shtëpia, mbon si. I kishin ra shqiptar. Ti ata mund ti pesan gati albanisë hospiti, a lejohet me fol greqisht apo mos na kritikojnë këta? Të ludhem. Se pargalo para Paulilani, kanë me të tja pragmata. Apo s'ma flet dhe me atë. Shkojmë te salse 2.
Po ty, pra se këto të parat mund t'i lysh pa siklet fare. Më thuj. Jo. Jo se di këta. Ndo që e para. Unë një gjë nuk vënd diskutim të këtu, sinceritetin dha. Faleminderit. Nëse do të akuzonin. Sinceriteti karakteristike budallëve. Mendon? Po. Po mendon se je sinqert? Mendoj se jam i sinqert jam budalla, nga që jam i sinqert. Po. Më ka penalizuar shumë sinqeriteti im, absolutisht. Kush të ka penalizuar më shumë, sinqeriteti apo agresiviteti? Sinqeriteti, se agresiviteti vjen si shkak pasojë. Sepse njerëzit nuk e pranojnë dot sinqeritetin, reagojnë, edhe kur reagojnë e bëjnë agresiv krahasim meje, ndash në mënyrë verbale, ndash në mënyrë fizike, atëherë përgjigjen me agresivitet. Unë nuk shkoj në agresivitet i parë. Po ta duhet shumë pak që të reagosh në agresivitet. Sepse shikoj tendencën. Nëse shikoj se jam duke flet gjumë, vjen mi kërcet dy shekuj, shumë krijon takikardi, një herë, dy herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, shikoj tendencë agresiviteti. Për ke fjalën një të godit krevatin. Nëse, mua bete natën e mirë. Po, me thënë të vërtetën, njerëzit nuk kanë gjithmonë të drejtë, edhe pse reagojnë duke menduar se kanë të drejtë, unë jam i sigurt që ti ke menduar që ke të drejtë, po njerëzit nuk kanë, u bëra si ne atë. Të profilizim psikologjik. Megjithatë, a mendon se shumicën e rasteve ke të drejtë për reagimet që ke, apo janë mendimi i momentit që ke të drejtë? Unë kam gjithmonë të drejtë, po disa herë nuk mund ta mbështes të drejtën time dhe detyrohem të tërhiqem, po për të pas drejtë kam gjithmonë një kjo, dhe e dyta, megjithëse them se kam gjithmonë të drejtë, duke qenë se kam jetuar në Greqi, di dha të shprehjen e atij filozofit lash grek, cilën nuk Helen, nuk jam mbaj mendimin se kush ka qenë, por që thoshte e nidha o ti u dhe nidha, një gjë di që nuk di asgjë. Kështu që për herë, para se të nevrikosem, e mendoj që mund të mos kem drejt. Nuk është se nuk e mendoj që mund të mos kem drejt. Në përgjithësi e mendoj që mund të mos kem drejt. Filozofi i emrit për gjithë ju që jeni kurioz se si quhet Pandelidhi. Ja. Jo po. Jo po Vasili Skaras. Ramet pas. Jo po Vasili. Ramet pas gjunaf. Jo, dakord jam me ty. Shkojmë te salse 3. Kam qef të ta ndezim çik bisedën. O Gjiban, po tani e mirë, të shoh mirë. E di çapo shoh që tani që ka ndryshuar tek ty. Ha, më pyet çfarë? Çfarë? Ua, të karë shumë mirë shikimi më mërsiri. Faleminderit. Shi tash. E di sa i kënaqur jam që të shikoj që e ke aq mirë. Ashtu sa i mirë je dhe sa njerëzor je, sepse gjithë këto emisionet ku kam vajt, në rrjetet televizive, si nuk guxoj dikush dali nga protokolli thoje me shëndet. To e fjalë të mirë në stonaera, në on air. Në transmetim. Sepse kam frikë se do i bëjnë reklam dikujt, edhe unë përfitoj nga rasti të Kastriotin, doktor Kastriotin, të faleminderit shumë edhe klinika Europiane Syve, ju faleminderit shumë, jeni shumë të mirë, shumë faleminderit. Në atë rast si përshëndes unë se edhe unë kam pas një kështu familjarë dhe janë treguar jashtëzakonisht të zotët për mendimin tim më të mirët. Uroj mos i prish punë një sponsori të ardhshëm potencial tek podcasti im. Megjithatë e pranoj publikisht që Kastrioti e mbajun kat. Jo, bisha ka po çam kat. Kështu që realisht unë personalisht jam shumë i kënaqur se besoj se ka qenë një gjë që të ka kufizuar ose bezdisur ose sikletosur. Ka bezdisur, ka sikletos. Pa ta pyet në edhe kjo është ndryshimi kjo është dhe mundësia e artë që ofron Shqipëria për shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë, për shqiptarët që jetojnë brenda Shqipërisë dhe për tuajt, është ky turizmi mjekësor, sepse kam dëgjuar çmime 50.000 pound në Angli për këtë ndërhyrjen. Për këtë ndërhyrjen. 50.000 pound. Kam dëgjuar çmime 50.000 pound. Okej? Domethënë shumë amarramence, sepse pagun qerane atyre në një high street, pagun pordët e Ferrarit ose kokainën që pin doktori, pagun domethënë gjëra pa lidhje. Po i pagun gjithë atë ti fusin ty, a kupton? Kastrioti është për t'i bënë një monument. Nuk e di, ai njeri për mua është heroi i popullit. Ai ka sjell shikimin kaq njerëzve, dhe nuk e them vetëm për mua se pastaj jam interesu, kam bërë një research dhe kam pasur kush është ai njeri. Përveç sjelljes tij që ka tet a tet, face to face. Besoj se ka qenë diçka që më ka mërzit, kanë qenë të panumër komentuesit që kanë përfituar nga rasti dhe ju sjell Zoti gjithë dhe kush më keni shoh për sinin ju sjell Zoti në familjet tuaja, te fëmijët e juaj, te prindrit e juaj, te vetja juaj, gjithsa më keni qujt qorr
o asjell Zoti, o Zoti i Madh, o Krisht, inshallah, o Allah, o Krisht, kush Zot ekziston aty si quhet, inshallah dhe ju një ditë e provoni këtë që kam pasur. Po pse mor bu? Po pse e prish gojën me njerëzit? Jo, ashtu e duhet. Leri të jenë gabim ata. Leri të jenë ata gabim. Ja, asnjëherë. Ja, këtu e ke gabimin. Sa kam gabim? Ja, shkon ndeshja 1-0 për ata, për ty, se bëjnë gabim ata, dhe ti vetë e barazon. Ja, ashtu e duan. Ashtu e duan o vë. Po jo, mo. Unë nuk jam, po unë nuk jam në intervistë për teshtu, nuk jam Buda. Shajpër. Unë nuk i shava. Jo, përshkruaj. Jo, thjesht uroj. Thjesht urova. Çka ata janë gëzu që më kanë ndodhur mua. Thjesht urova atë, ju dhash më atë që duan, ju dhash atë që kërkojnë. Ata vetë janë fokusuar. Jo. Po pse ti ke një nivel tani ti artist? Jo, s'kam nivel. Je çun me eksperiencë. Jo. S'kam nivel. Jo, s'kam nivel. Po pse më nuk du s'du nivel. Jam lodh me nivel. Nuk du më nivel. Hajde te e katërta. Ke e katërta. Ja, kështu më mërziti mua. Pse? Më mërziti. Çfarë kështu? Ha, si të duket kjo? Kanë çike. Djegsa valla. Djegsa, Po, djegsa. E di çka kanë frikë. Oh. Duj. Më ka rënë. E di çka kanë frikë. Se do të digje shumë. Dhe do më futesh në mallkim mua. Jo. Jo. Në përjashtë. Jo, E di kush është një mallkim shumë i bukur. Po. E thon izraelitët. Po themi izraelit për mos të thënë çifut, se çifut Po, më shumë duket bukur të izraelit, ha. Izraelit. Izraelitët thon të rëndshin gjithë dhëmbët, përveç njërit, që mos harrosh se si është dhimbja. E lezetshme është. Po, kush unë dini më të bukur. Hajde një. Ma kam mësuar një shqiptar i Kosovës. Në Suedi. I cili thoshte vdeksh duke... Po ai s'është mallkim. A? Ai është bekim, urim. Vdeksh duke e gju? Po ti je aktivi. Po, normal më? Po jo, po thosë mos ishte vdeksh duke ta... Ja, ashtë. Sa ai është mallkim. Nuk njohim nga ata kosovarë, njohim nga këta... Njohim nga këta, dakord. Jo, ju pëlqen. Okej. Po është deri diku bekim. A ke frikë nga vdekja? Kujdes çfarë do thuash tu? Jo, është pyetje e bukur realisht po ta mendosh. Jo, normal që kam frikë nga vdekja, valla. Si s'kam frikë? Nuk është se e mendoj se s'gjojmë gjesh duke thënë, sigurisht që është pjesë e jetës vdekja. Normal që nëse mund ta shmang, e shmang. Jo, mirë do jetë. Është ajo pyetje thotë ti jesh a mos ti jesh, më mirë ti jesh se si dihet. Jo, absolutisht. Nëse ka mundësi ta shmang vdekjen, shmang. Tash kur është e pa evitueshme, është e pa evitueshme s'ke ç'i bën. Absolutisht, nëse e lën këtë trajten më në sipërfaqe, sigurisht që të gjithë kemi frikë vdekjen përveç atyre që mund të jenë me ndonjë çrregullim mental. Unë nuk e vën diskutim që ti ke frikë mos vdesësh. Pa e mendon, ka pas periudha për shembull që mund të kesh menduar për të apo nuk je natyrë që ke një dell melankolik ose gri në jetën. Jo, kam kaluar një fazë që kam menduar, nga që kam kaluar një fazë në Suedi, një fazë vetmie 2 vjeçare, 2-3 vjeçare. Po sigurisht duke lexuar literaturë të lindjes largët, budizëm, Çajin këto asiatike. Pa. Nice. Shumë interesant janë këto vështirë ata. Edhe kam duke lexuar literaturën kam përjetuar emocionalisht, domethënë sigurisht që kam menduar edhe është pjesë e jetës që vetëm në atë fazë. Të gjithë kemi kaluar. Pastaj sa herë që ndon ndonjë rast vdekje, sigurisht që mendon vdekjen. Është normal. Dakor, ajo është e prekshme, domethënë, po vdekjen artistike. Sepse më lejo ta shpreh të gjithën që të kuptosh çfarë sensi pyes. Domethënë ti ke një karrierë të gjatë. Ke arritur të bësh gjëra. Mos e zbut thuaj sigurisht mendon. Jo, nuk fare, thjesht po mendoj. E kuptova se ku po shkon. Po mundojmë të jap kontekstin. Në sensin që ke një karrierë shumë të gjatë, e cila të ka bërë që të provosh. Unë duke të kërkuar, mos mendoj se kam i pa përgatitur në intervistë, thash nuk kam menduar pyetje, thjesht doja të më vinë natyrshëm, po sigurisht të kam studiuar shumë gjatë. Dhe pash që ke dalë edhe në Shqipëri në vitet e para kur bëj rap, keni fol për sistemin. Kam fol. Ke fol për sistemin, ke fol për politikën, fatkeqësisht politika vijon të jetën të njëjtat ujëra. Që atëherë që ke fol ti dhe duke të studiuar dhe duke të parë, të vlerësova akoma më shumë se pas që kishe vërtet mesazhe shumë të thella. Në të gjithë këtë karrierë, vitesh, vjen një moment që unë personalisht po ta them troç, humba kontaktin me ty. Biles të pash tek vllai që po qeteshe para ja një viti e ca dhe thash po ky çu bë ky djalë. Kupton? Tashmë të shikoj që ke sërish vëmendjen publike po themi. A ke pas frikë nga vdekja artistike dhe a ka qenë
pjesëmarrja në Big Brother një ilaç, një kundërhelm? Nuk besoj se ka qenë ilaç, besoj se ka qenë nevojë për të përjetuar diçka unike në mendimin tim. Frikë nga vdekja artistike nuk kam sepse krijoj për veten time. E di shumë mirë që ekziston një luftë e heshtur ndaj po flas për veten time, po edhe ndaj artistave si puna ime, nuk është vetëm kundër meje, ka ndodhur edhe me Tudaj Fort, ka ndodhur edhe me Sweet Company, ka ndodhur me Produkti 28, ka ndodhur me gjitha grupet e rapit shqiptar, me Daniel Chain. Produkt 28 sikur u shkëputën edhe çik vet atë. Sikur u shkëputën, por nga momenti që nuk ke koncerte, nga momenti se çdo gjë ka të bëjë me ekonominë. Nga momenti që klubet marrin ca artist caktuar dhe leku shkon aty, arti lulëzon aty ku shkon leku. Qartë. Te ne nuk vje leku, sepse ne jemi bi të një zoti më të ulët. Sepse bari është më jeshil nga Kosova ose nga ana e dhunës dhe e bandave. Unë në 2004 te kënga kooperativa thoja, atëherë fene kam shkruajt vet, më thoja, akoma mes jetë mirë e dim është e vërtet. Inshallah s'ka humbur cipa nga 3-4 deputet. Asocimin në vend më mbrojë vetëm hapi sytë e kuptoj se ç'a ndodh nga dita që nuk kemi rregull ligje ujë dhe drita. Për këtë kisha fjalën për këtë këngë. Nga që kam shkruajt vetë edhe mbaj dhe mend, pastaj kam pas shkruajt edhe Mos Fustanin, ku tregoja një realitet se si shkonin njerëzit në plazh, që nuk ishte fare siç është tani. Edhe në mënyrë humoristike, domethënë me satire e kam trajtuar realitetin. Ekziston një blokad për artistë si puna ime, ekziston monopol në tregun shqiptar dhe këtë vdekjen artistike nuk është se ka ndodhur nga ana ime, sepse un kam prodhuar non stop. Po ma kanë imponu kanalet dhe sidomos organizatorët, që mos t'i akuzoj kanalet sepse deri ku kanë qenë më pozitiv Karshimeje, sidomos Topi që ka qenë gjithmonë pozitiv, por organizatorët, ata ta imponojnë vdekjen artistike, sepse nga momenti. Po ç'interes kishin më Xhiban tani, se dakord jam unë. Ç'interes ka njëri që të promovojë dikë që nuk shet? Tani kushdo që e din, unë se di. Ti që se din, ja po ta them unë që e di, kushdo që e din se si funksionon, e din se Rudi nuk shet, por nga që shet Xhibani dhe un kam Xhibanin menaxhim, do t'i kërkoj të më marrë dhe Rudi 1, 2, 3, 4, 5 herë derisa të shesi, sepse fanbase-i, hardcore-i, bërthama e egër, krijohet dhe lind nga eventet. Po si ka mundësi u ngritën kaq shumë kosovarët? Po të më lesh të përfundoj të ta kuptosh. Të kërkoj ndjes. Koncertet vlla. Koncertet sepse në koncert do t'i pëlqesh vajzave, në koncert do të bëjnë fotografi, në koncert do shpërndash në story në rrjetet sociale, në koncert do marrish lek, në koncert do shikosh çfarë do publiku dhe do perfeksionosh artin tënd dhe do dish herën tjetër kur të vesh në koncert se si të performosh ose çka këngë të bësh. Koncertet është kaq e thjeshtë. Koncertet fillon dhe mbaron. Po që të bëjnë koncertet, nuk duhet mbushen koncertet? Jo, nuk duhet mbushin. Mbushin me PR. Dëgjatash, do të them diçka. Kjo është akuzë. Si funksionon fare unë. Jo, nuk e din. Kjo është akuzë kundër meje. Kush? Jo, prit, do më japësh mundësinë të përgjigjem. U futa në debat me ty tani kot? 2 herë. Më futin debat 2 herë. Ja ndër e kisha debatoja njëherë me ty më njëherë. Më akuzove 2 herë. Për çfarë akuzove? Po the, çfarë interesi kanë Po bëj avokatin e djallit, nuk po ta akuzoj, po jap një mendim ndryshe. Shumë bukur, dhe unë po bëj avokatin e banit. Dhe po të them, që kush të tha ty se nuk i mbushim ne koncertet? A i mbush? Dhe kush të tha ty që ata që i mbushin tani i kanë mbush direkt? Asë kush nuk i mbush direkt, kalon një fazë. Kalon një fazë kur ti investon attention, vëmendje, lek, famë, emër, nuk është puna e artistit të mbushi koncertin, puna e artistit është të gëzojë ata që kanë ardhur. Nëse ti te lokali jot ka plas sherri, ka plas kallashi, ka plas pistoleta, nuk mund kërkosh nga unë si artist të ta mbush me hire me pa hire. Është investu vëmendje, lek, po m'jep edhe mu lek të kem unë mundësi ta vazhdoj artin tim me ato koncerte. Ti thua Kosovën e kanë promovuar menaxherët, në mënyrë menaxheriale janë shumë më si i promovuar. A nuk shikon, shkojmë deri tek një sal se mua carro. Tani Gjani Demika i Leshit. Kush? Gjani Demika i Leshit, Leshko. Po? Leshko Gjani Demika e merr njeriu im, shumë i afërt. Dhe i thot, si t'ja bëjmë, ta çojmë banin te Escape-i. Jo, thot ky se nuk do marrim nga këta të Big Brotherit.
Del gjesti e marrin te Bigu. U bë që u bë puna që ja futi ja kërciti Jozi me shpull dhe ka marrë super dashuri nga shumë shqiptarë që thonë mirë ja bani Kujt? për gjestin. Qira Jozi? Po valla. Janë pa numër. Po, ka që thonë o valla, jam zonë me kushuritë e mi, me shokët e mi, sepse dole u prononcova që thash që s'm si akt. Jam zonë me njerëzit e mi, dhe më kanë thënë njerëzit e mi, çka keti që folë, shumë mirë ja ka bë. A kupton? Dhe del Xhanit e Mika e thot Jozi po pres. Ora Allahu ja boft Zoti Jozi e ka zonin më ndafsh. Allahu ja boft Zoti dhe Jozi të gjestit që knun. Pse jo Xhibani nuk kuptoj unë? Pse jo? Ha pra, Mos e ka personali? Mos e kanë me jugorët këta. unë jam verior, jam mirëditor. Po me jugorët tërsi kanë zhduk fare. Me jugorët e kam vlla. Pa thujti, ha kush po bën rap nga jugu i Shqipërisë? Po nuk i shkon gjuha. Ja, e ke gabim. E ke shumë. A nuk është e vërtet kjo? Ja, s'është e vërtet fare. Thonë që theksi gek. Po rria për theksi gek, theksi. Mos u nervozo. Po jo, zemër se gjua jugut është rënë shumë e bukur, gjua letrare prap. Se imagjinoj dot për shembull te Pelense për shembull të këndosh. M'fal. Ça bën more se të erdha atë. Nuk më rri, mos e shumë e gjatë. Ja. Jo, kam gabim. Pa e ke gabim kur kam bërë rap unë për sa vite në dialekt, kam bërë në gjuhë letrare. Çka ka gjuhë letrare? Ke rapista grek, ti ke jetu. Po. Zitani. Po. Ç'a bëjnë në dialekt selanikut apo në dialekt të Kretës? Bëjnë në gjuhë letrare. Dhe ka qenë rapi më i pëlqym, Terror X Crew. Active Member. Gjitha grupet. Mirë, dakor. Jam dakor, të besoj, nuk po të kundërshtoj. Jo, mos s'ka gjë dialekti jugut fare, po këta po e bëjnë, e kanë bë, nuk e di çfarë është kriju kjo gjëja, që është ajo përmetari keq për shembull nuk del. Po valla ka çuna që jugu ka mafioza gangstera valla, që kanë çfarë më thënë, nuk është e thënë. Po Xhiban megjithëse më hape këtë temë. Jo, m'fal, një sekond. Dhe nuk është e thënë se rapi duhet të jetë vetëm për mafioza, për gangstera. Rapi mund të jetë për çështje sociale. Atë doja thoja. Mund të jetë për çështje sociale, mund të jetë diçka më funky, mund të jetë për dashuri. Ke shumë të drejtë. Sepse mos ta hamenja këta që reperat e Kosovës trajtojnë vetëm tema. Jo, po ti shikon komercialt janë komplet dashuri. Sa e bukur kjo, si ashtu, kjo don këtë, kjo don atë. Ose nuk besojnë jo mos artistat besojnë te vetja e tyre, po nuk i mbështet tregu, valla, unë shikoj këtë gjë. Mendon se është monopolizuar tregu pra? Absolutisht. Tregu është monopolizuar në zonën e Kosovës dhe tani suportojnë dhe ndihmojnë njëri tjetrin. E qartë fare. Sa, ja do të them diçka. S'të morën domethënë, morën Jozin, morën Gjestin. Artista, ore Jozin. Nuk duket e drejtë, nuk duket e pa drejtë. Jozin se kanë marrë akoma, pse se kanë marrë akoma? Se i ra Gjestin me shpull. Edhe kush është Gjesti? Po valla, kush është Gjesti ambasadori i Kosovës? Kush është Gjesti më valla? Ashtu e shiti veten. Si ashtu e shiti veten? Pse e blen këta? Mbase duan. Si duan? A duan? A duan? Anë që se duan? Le të duan. Si të duka ajo që çoi flamurin, pati shumë reagime. Çoi flamurin e Kosovës. Mos pëlqeu valla. Pse? Si pse pëlqeu valla, ishte Big Brother Albania. Big Brother VIP Albania. Pra të duk sigur ndau. Ai demaskoi, o vlla, ai ka ndaçur se ka ardhur aty. Ai demaskoi me të vërtetë, domethënë demaskoi identitetin e tij. Ai nuk e ka me të keq, në kuptimin që Gjesti nuk ndjehet shqiptar, ndjehet kosovar. Po kosovar shqiptar janë. O vlla, po pse doli me flamurin e Kosovës? Ja pra gabim. Pse doli me dy flamure? Gabim, në sensin. Pse doli me dy flamure? Po, edhe unë dakord jam. Të dilte, dhe me flamurin e Kosovës dhe me flamurin e Shqipërisë. Është si dalur me flamurin e Borshit. Meqense jam nga Borshi. Bo. Ha, mos bë kot për zotin. Ta mos bë kot se më ngjyva shumë. U prenova. Dogji? Ja. Ha më përballur shumë. Momentalisht jo. Ajo katra dogji shumë. Të dogji më shumë kadra. Më duket se ke vu random. Jo për zotin. I ke vu në mënyrë. Për zotin jo. Ha. Vinë duke u ngrit. Megjithatë, po më thoje. E kuptova këtë, të gjithën. Kot megjithëse ti ke jetuar në Greqi, pastaj ke jetuar në Suedi, pastaj në Angli, ke shoqëri shumë. Me këtë hahet më shumë, me veriorët apo me jugorët, apo s'ke kush kë vlerëson më shumë se kjo është tani pyetje nuk ka ndarje kështu. Për zotin, po ta kisha, po t'ishte e vërtet, do ta thoja, e nuk do m'interesonte fare. Po të betojmë kam vëllezër nga veriu, vëllezër nga jugu. Kur të them vëllezër, mu jugu më kam mbështet shumë. Po ti ke jetuar në Greqi, ka pas më shumë jugorë. Po, ke pas kontakte. Po, mu më kam mbështet shumë jugu. Ashtu. Më kanë mbështet shumë. Por shumë jugor mendojnë se ti je jugor, derisa derisa marrin vesh mirë ditor, këto. Jo, vajtet e 6, pse ke të 6? I ke direkt? Çfarë? Do ta mbyllësh shpejt e shpejt? Jo, nuk do ta mbyll. Bisedojmë, po. Mos u bëj se e dyva mirë. Na dalë prap. Mund ta hapësh, ky është podcast që ne edhe hapim telefonin.
O vlla, më dëgjoj pak, nuk e kam pa, do më dëgjosh pak se jam në emision. Jam në emision tani që flasim, po duhet të të pyes për diçka. Mu bë pyetja tani, mu tha me këtë shkon muhabeti më shumë, me jugort apo me verior, të thash që kam vëllezër nga veriu, kam vëllezër nga jugu, nga je vlla? Qosh me jetë, flasim pak më vonë. Ciao. E ja pra një demonstrim i rastishëm live në podcastin Flak Fare, pra vlonjatej. Vlonjat. Po vlonjatët nuk janë as nga jugu, as nga veriu. Pse o? Janë nga Nga një planet tjetër? Ja, më kësha se. Janë nga një dimension tjetër. Tek gjashta. Prap. Jo se do më bë me hile. Jo, në gjyva, le çfarë thotë unë në gjyva. Do më bë me hile. Ua ç'a më bërje? Ktheni kamerat. Si thoshim te Bigu, ktheni kamerat. Ore, ja që fort fizikisht i sa u duken Big Brother. Tipit i hatë gjithë fizikisht aty. O vlla, Ne zëm se s'do ishin kamera, do të kërcënonin kështu jeta vdekje. Pa. Nga kush do kishe frikë fizikisht në Big Brother? kur kam drejt nga askush, kur nuk kam drejt nga gjithë. Ma flas fizikisht po burr. Dhe një herë, kur kam të drejt nuk kam frikë nga askush fizikisht, kur kam të drejt. Kur nuk kam të drejt kam frikë nga gjithë. Po ja zëm të vjen Jozi, ke drejt në botës, Jozi gjithaj djalë, bap. Tëre. Po edhe? A, nuk e problem që të tra? O vlla, momentin që ndjesëm është bë pa drejtësi, po S'ka çfarë shans bëj? me tra. Jo, mos e s'ka shans, ka super shans me mra. Po çfarë bëj? Trisi legend. Po Mos pse jem- po të kishte rënë shpull ashtu pa prit mas Jozi, se ajo nuk pritej, nuk ishte faj gjest. Ha. Ai pa bap ira, ç'a do bëj? Shiko, sikur të kishte halla koqe do ishte gjaja. Mirë. Ajo gjë nuk ka ndodhur dhe nuk do ndodhte. Tani, Atë se dikur. jo, e di se s'ndodhi vlla. E di se Pra nuk ti thua ndodhi. ka bërë veten e tij që ka shkuar deri. Valla, tregon fakte tani, nuk është se Do ta kishte pritë do t'i binte. po, E vërtet është. Do me thënë thua ti Gjiban, nuk është çështje thjesht aftësish muzikore kjo çështja e problemit. valla, ka Jozi super popularitet, a ka super zëm, pse se marrin ke escape? Po popularitet. Pse se marrin Ja, pra, pse se marrin, pra, ma thuj Po ti. të tjerë kanë marrë, po ç'kli. Si? Do ta kenë marrë të tjerë. Ku e kanë marrë? Ku ka Se bërë? kanë marrë koncert? asnjëri? Pa më thuj. Mos e ka dënuar e fakti që po ma beti me gjestin. O vlla, kush është Gjeshti? Gjeshti është një njeri shumë i mirë, po është Jo, vërtet. Jo, jo, akti që bëri kundër gjestit, jo gjestit, se ç'lidhje ka Pse gjesti. nuk kanë bërë akte reperat, repartizat e Shqipërisë që janë ngri, janë zënë me njëri tjetrin, janë vrarë. E kanë bërë koncerte. Por me sa ke parë ti tani jashtë Big Brotherit, atë pëlqen muzika e gjestit, domethënë shef vlera tani. Shumë e bukur. Ka vlera Nuk ka artistike. melodi shumë e bukur. Kjo na myti fare kjo sa. Na puti fare. Kush, kjo e shtata? Kjo këtu vlla. Po pse live të tetën ti? Po. Po ti pse ku po ikën pa? O vlla, unë po hec. Unë hec me hapin e kohës. Kush të ke kjo? Ke kjo? Pse? Jo, vlla, ka pa kamera. Gjiban, kujdes mikrofonin. Pa më thuaj çka bëhet me këtë këngë tani. Ja. Presim, prit vlla, të vim pak në vete. Merr kohën tënde. Ja bërë edhe Lulbashës të pyetje. Mbytet tani janë del me një person. Në një ishull, do jetosh aty për vite. Me kë zgjedh nga Bigu? Po t'isha në një ishull, e gjitha një person, për t'jetu për vite. Ua, tani për... Do gji, po. Si e mirë? Mirë, mirë. Mashallah. Ama së falësh, reaktiv si je natyrë reaktive. Përpiqem. Je maj për maj, me shpat. Përpiqem. Jo, më pëlqen kjo Po ty. po ishte flakë valla. Është më mirë të të kesh mik se sa armik ty. Jo, s'ka të thoja. Varet. Pra, më kundërshton tani. Po pranoj një se të Unë nuk du t'i bëjmë armik asnjëriu. Mu më bëjnë mund armik. të bëjnë të tjerë ty. Po, Dhe përpiqem. ti nuk është se do shumë që të Që të bëhesh? Mos bëjmë armikun. Unë kundërshtoj, po nuk bëjmë armik. Konfliktual. Unë thjesht nuk bëhem shok. Mund të më humbasësh nga shok, po nuk është të thënë se Ah, okay, si. është gjë shumë e Je madhe. hakmarrës? Jam shumë hakmarrës. Je. Po sigurisht. Po si s'bëhesh armik? Jo, jam shumë hakmarrës, po jam hakmarrës për gjëra që i konsideroj je shumë sipër në sytë e mi që të hakmerrem te ti, unë që të hakmerrem te dikush, kur them te ti them te secili, jo, nuk flas për ty. Unë që të hakmerrem te dikush do të thonë se Këtë ka bërë diçka shumë da. o vlla dhe që kam shumë, e vlerësoj shumë dhe jam plagos shumë, jam lëndu shumë. Nuk hakmerrem, se hakmarrja më e madhe që kam unë është mos hakmerrem. Ah, okay. Injoroj pra. Të injoroj. Injorimi është e vërtet. Po të injorove është.
Nuk e kam ditë, ma kam mësu një vajzë që kam pas fiksim në Suedi. E po sa goca ke pas fiksim në jetë? Se thon burrat dashurojnë 2-3 herë. 4-5 shumë. Max. 4-5 shumë, 4-5 vajza, i kam pas shumë fiksim. Shumë fiksim. Kush ngelet më gjatë memorie, një dashuri e plotësuar ose e përmbushur, e mbaruar, e konsumuar apo njëra që s'u bë kurrë? Nuk ishte pyetje e keqe. Po kjo. dashuria e parealizuar, besoj se është duket më shpejt sepse me dashurinë e realizuar vazhdon e përjeton. Edhe bëhen pjesë të jetës që njeriu që ti e admiron, e adhuron, e ke gjan, e ke shpirt, të falë momente dhe situata shumë bukura, të cilat ti mban mend gjithë jetën dhe mëson nga një njeri. Pra janë kujtimet. Koha e Po, shpenzuar. koha e kaluar. Që Hamo si duket? Djegse është, e? eksperiencë djegse. Eksperiencë Do djegse. e mbushim prap me lufra? Po, me lufra direkt. No. Ja, vetë shërbeu. Po, absolutisht. Për që kam double vision, që se kam po operacionin, tani ka fillu me mlon që më është stabilizuar. Me këtë syrin që ke operuar, arrin pak, të shikosh tani? Arrit shikoj, po shikoj më pak. Më pak. Po, faleminderit. Të lutem. Më the një shprehje të lezetshme Jo më njerëzit. pak se sa shikoja, më pak se shikoj. She më shumë se shikoje, po nuk shikoje fare nga njëri sy? Jo, shikoja. Ah, shikoje. Po. Shqyr zot. Më the një shprehje që parë që njerëzit shohin atë që duan. Çfarë mendon se shohin njerëzit tek ty? Ato që duan. Çfarë duan të shikojnë njerëzit tek ty? Çfarë duan njerëzit që shikojnë te unë? nuk e di. Po varet nga njeriu. Çfarë do doja ti të shikonin njerëzit tek ty? Gjitha. 360 gradë. Sikur jam një njeri, do doja të shikoj një njeri. Tani raste kështu, raste ashtu. Unë jam një njeri, besoj konsideroj se jam dhe artist. Konsideroj se jam edhe shqiptar. Jo vetëm shqiptar në pasaportë, shqiptar në tradita, në sjellje. Ti pasaportën suedeze ke marrë, gjithsesi. Po, kam dhe E shumë. ke dhe suedeze. Mrekulli. Ore, atë pyetjen që është bërë dhe virale, a pi më bar? A pi më bar ti më xhiban? Nuk pi më bar. E ke lënë? Po pa, kam lënë barin, e kam lënë qysh përfundimisht qysh në qershor të 24-s. Qysh me 14 qershor. Si ndihesh pas? Ndjem perfekt. Ndjem shumë mirë. Po njerëz për shembull që mund ta kenë, shumë njerëz kanë një lloj varësie, e gjejnë si një lloj qetësimi. Ka njëri varësi nga bari, nuk është bari, pa jam, se s'është bari që të krijon varësi. Barin e don dhe e konsumon, nuk është se po nuk pive bar rash e vdiqa. Është lifestyle, është mënyrë jetese. Është Atë kufizon, për shembull, në Silicon Valley është interesante, ata që punojnë te kompanitë e rëndësishme të zhvillimit teknologjik, bëjnë microdosing me kërpudha. Pra marrin disa lloj kërpudhash edhe bëjnë doza shumë të vogla që i hap ca diapazone të reja, ca kanale mendimi e tjera. A ndjen se për shembull ke humbur disa kanale mendimit, ka humb një lloj lirshmërie kjo? Tani që nuk pi më bar. Po. Besoj se jo, sepse çdo gjë që ndërtohet në themele paranoje ose në themele surreale, ngelet surreale. Arti ky është, Gjiban? Po atëherë arti që krijohet, arti nuk është ky. Arti nuk është surrealizëm. Çfarë është arti? Arti është 50% mendim dhe 50% veprim, sepse arti nga e thëna në të bërë ka në mes një veprim të tërë dhe që ta marrësh artin tënd nga ide, nga mendim, nga një vijë melodike që ke në kokë, nga një temë që don të prekësh, nga një varg që të erdhin mendje e ta qosh derisa ta dëgjojnë dëgjuesit e ta shikojnë shikuesit, kërkon sakrifica, kërkon veprime shumë, kërkon të koordinohesh me botën reale, me njerëz që jo domosdoshmërisht konsumojnë. Po, në një lëndë të saktuar. Duhet të dish të merresh vesh me gjithë. Kështu që nuk është e thënë se për të bërë art duhet të përdorësh biles, mendoj që unë, se ka njerëz që kanë fizikun shumë më të fortë se unë, unë njoh, kam njerëz që i njoh, cilët e pinë edhe shqeto, nuk e kanë problem. Fare? Jo, se kanë problem. Ndoshta është mosha, ndoshta është fiziku i fortë që kanë, unë nuk ma duro, organizmi im nuk ma duron, domethënë. Jam në fazë që Me një gjysteke? Jo me qa gjysteke është shumë.
Me 2-3 thith me 2-3 pompa. Me 2-3 pompa kuptoj që domethënë më Kalamaj kujdes. Nuk jam për të ngar makinë për shembull, nuk marr makinë dorë. Momentin që kam pi 2-3 pompa, nuk marr makinë dorë vëlla, nuk ngas automjet. Qartë. Po mirë. Shumë mirë. Çfarë është? Është përgjegjësi. Po përgjegjësi. Po është përgjegjësi absolutisht. Ky që dëgjuat ishte Olsi, është punon me një organizatë jo fit impruesi që mundohet që të nxjerrë njerëzit nga rruga e Zotit. Megjithatë bravo Gjivan që e ke lënë. Mund ta gjesh besoj frymëzimin edhe pa nevojën e substancave ndryshme. Megjithatë, më the që si njeri do të shikojnë 360 gradë, po si artist, si do të shikojnë? Si njeri. Mu sikur e dija, e isha i sigurt që do të më shikojnë si njeri. Nuk do të më shikojnë si Supermanin i cili në artin e tij bën të pamundura. Sepse artisti është njeri, artisti ka nevoja për vërteti, artisti don lulet e tij tani që është gjallë, jo pasi të vdes, e don vlerësimin e tij tani që është gjallë, jo pasi të vdes. E duhet të më shikojnë si njeri, të më respektojnë si njeri, me gjitha nevojat që ka një njeri. E dobësit që ka. Edhe dobësit, po. Çfarë është rapi për ty? Është mënyrë shprehje, expression. Jo depression, sepse presion, pressure, presion. Expression, nga fjala exo, kur e nxjerr jashtë. Nxjerr presion. Kurse depression, kur e demotivim, depresion. Po. De është mohuese, refuzuese. Të bish në depresion do më thënë mos ta bësh diçka, mos ta nxjerrësh atë presionin. Kurse mu rapi më kanë ndihmuar ta nxjerr atë presion dhe unë kam filluar të bëj rap për arsye se kam ndjerë racizëm kur kam jetuar në Greqi dhe për arsye se kam qenë qytetar i dorës fundit, për arsye të statusit tim që nuk kam pas dokumentacion për katës, nuk kam pas mundësi ekonomike dhe kështu e kam nisur rapin. Kështu që rapi është expression. Është mënyrë shprehje. Ajo çfarë shpreh, me sa po kuptoj, në vitet e para të jetës së ka qenë një revolt. Nëse thua. Vazhdoj të shpreh revoltën, thjesht të shpreh me vargje të tjera, po jo domosdoshmërisht revolt, pakënaqësi. Expression. Shprehje. Thjesht të shprehësh është revolt në vete, sepse ka një shumicë njerëzish që kanë turp të shprehen, kishin turp të vinin te videoklipi dje. Çfarë ndodhi me videoklipin? Unë pash kishte një lajmërim në rrjetet sociale, uftoje njerëzit që të vinin, që të merrnin pjesë. Xhiroja videoklipin. Njerëz të zakonshëm apo jo? Kushdo mund të ishte publiku. Janë njerëz të cilët janë të panumër që më shkruajnë, duhet bëj këtë, duhet bëj atë, më pëlqen shumë muzika që bën, të saportoj nga filan vend. Dhe ju dhash mundësinë këtyre njerëzve të bëheshin pjesë e një projekti, e një videoklipi. Lajmërova, erdhën. Do të them. Lajmërova. Nuk ishte probleme sigurie, sepse do ishte unë xhirova në një kazino, te Arena Kazino, cili i përshëndes, i falenderoj që ma mundësuan. Dhe pas se të futesh aty, kontrollohesh, ka personel sigurie, gjitha masat. Thash se ku është, a kupton? Dhe erdhën njerëz cilët kishin turp, jo po kujtova se këtu jashta. Vlla, çfarë lidhje ka vlla motor? Çfarë lidhje ka jashtë mrena? Nuk është jashtë, është mrena. Tjerë merrin telefon ku është. Domethënë, kurse shikoj me grupet e tjera që janë super të organizuar. Llafe kemi në shqiptarët përfundimisht o Gjiban. Po kështu më duket dhe mua. Shpesh kemi llafe. Ose të paktën ata që thonë se më mbështesin mua, se jo gjithë shqiptarë, se ka shqiptarë që mbështesin grupe tjera, të cilët janë aktiv. Janë shumë aktiv dhe bravo ju qoftë që mbështesin artistët që kanë qefe, që pëlqejnë. Pak ishte. Ishte pak. Jo, mirë. Mirë. Mirë ishe, mirë. Aty ku je, nuk ta heqim. Tani, unë isa ta thoja edhe që parë këtë gjë. Si duket jeta tani që ke një vëmendje të tillë? Besoj se ti e ndjen në të përditshme, biles që para se të vinim, disa çuna në rrugë ndaluan, na bëjmë një foto e tjera me radhë. Si e ndjen tani që ke një vëmendje të tillë? A ka një ndjenjë të ëmbël apo një ndjenjë mikse? Pra thua, pse për sa kohë për gjithë këto vite kam bërë art nuk ka qenë kjo vëmendje, apo thjesht e shijon që jeni në proces të tillë? Është diçka që s'është e imja. Kjo fama s'është e imja. Këtë famën më dha formati Big Brother, më dha Top Channel, Top Media. Nuk është e imja, është fama që ma kanë dhënë ata dhe
Interesante kjo si. Është mungesë privatësie herë, është ëmbëlsi dhe dashuri nga publiku shumë herë, po imja s'është. Sepse kjo fama më kujton atë Barcaletën, atë ndodhin me Nastradinin, i cili shkon në një dasëm, edhe shkon me rrobat e punës. E vjen në fund të sofrës, nuk i qen asgjë për të ngrënë. To që çika? Kjo ka djeg po e procesoj. Nuk i qen asgjë për të ngrënë. Dhe nuk i japin muhabet. Mërzitet Nastradini, që e hik, dhe rivjen i veshur me një xhamadan qëndisur me arë, shumë bukur. E vendosin kryet sofrës, fillojnë i japin muhabet dhe i servirin verë të mirë edhe supë. Nastradini që bën në formë revolte, me që folim për revolt para, merë mëngët e xhamadanit edhe njërë mëngë fut të supa, të gjella, tjetër fut të vena, dhe fillon e thot, ha xhamadan, pi xhamadan, ha xhamadan, pi xhamadan. Rikëthet i zoti shpisë, thot, qa po bëni, thot, se xhamadani as nuk kanë, as nuk pinë, thot, si mund t'i japësh xhamadanit për ngrënë e për të pirë. I jap, thot, se xhamadani meriton edhe të hajë dhe të pije, thot, se kur erdha pa xhamadan, thot, erdha me ato rrobat e tjera, as nuk dha njeri, as muhabet, as nuk dha me hëngrë, as nuk dha me pije. Tani që erdha me xhamadanin, kështu dhe puna ime, kur jam, tani që jam me famën, ndoshta më japin të hajë të pije, e më japin bisedë. Po kur isha pa famën, ose kur isha me më pak famë, kështu që nuk ja di për nder banit, ja di për nder xhamadanit. Po mirë, që ishte te kjo e Big Brotherit, nëse do t'i përgjigjesh kësaj, kush mendon se meritonte? Unë. Përveç te? Përveç me një njeri që nuk du t'ja zë emrin dhe njeri që do t'ja është na jep një hint. Ja. Jo në sensin mos na thuaj si është emri, por na jep një tipar. Ja. Është gota apo çun? Nuk du të prononcohem, por ka pas njerëz të cilët kanë ndryshuar dinamikat e shtëpisë pa pas nevojë për të bërë sherrë dhe për të ngritë zonin. Dhe ka qenë një nga ata njerëz që e ka merituar. Që nuk ja themi dot, është i njëjti person që nuk i them dot emrin. Jo, nuk është se nuk ja themi dot, po nuk duan t'ja them emrin. Nuk do t'ja përmendesh. S'du t'ja, por nuk e meriton t'ja përmend emrin, kështu s'du t'ja them. Por Big Brother ka merituar më shumë ti. Fillon me M? Më thuaj thjesht jo. Ç'është më? M. Fillon emri me M. Nuk di që s'mbaj. Me L? S'mbaj me. Me R? Nuk mbaj me, jo. A, B, C, D, E, F, G, J. Nëse, ç'rëndsi ka? Besoj se njerëzit e kuptojnë. Je i qartë. Po tani kush është plani Xhiban? Çfarë ke në përmendje që the që je duke bërë një bashkëpunim me Tirin, Tirin e kishim këtu. Tiri E kishit Tirin këtu? Patjetër. Ke marrëdhënie mirë me Tirin, ë? Tiri është super vokalist. Tiri është jo vetëm super vokalist, është artist në sjellje në gjitha. Po. Ala me djali, më para fatin që të konsumoj akoma. Edhe është shumë me fat që ka gjetë një shpirt binjak si Krisa. Ela Krisa, shumë pozitiv të dy ishin si çift, ishin super pozitiv. E quan ke një bashkëpunim me çfarë faze jemi tani me Tirin? Është regjistruar vokalet, është në fazën e miksi masterizimit. Nuk kemi kaluar akoma në gjirin videoklipi. Ç'a stili është pak a shumë? Surprizë. Surprizë. S'ma fot kjo. Kam dhe bashkëpunim me Dafi. Lajm ekskluziv s'më. Kam dhe bashkëpunim me Dafi Dertin. Dafi Derti? Po. Nice. Dhe që ti përgjigjem asaj pyetje se kush janë planet. Po. Më kujtohet për herë kur vjen kjo atë ta gëzosh vetë se për momentin s'besoj herën. Po be. Çisa se ndërligj është. Ja mos është punë se. E nxorë gjakun e mirë ditës të vdesun. Bo. Ha, kam gjy. Në rregull, quhet. Me atë rast përshëndes gjithë shokët e mi nga Mirdita. Zonë krenare Mirdita. Shumë. Jo më kot 500 vjet e pampushur nga Turgu. Ta mendosh. Më tha një shprehje një shok mirditor, tha, e në veri vetëm Mirditën kishte frikë, tha, për do më qoftë se uli Mirditën, tha, atëre praktikisht nuk kemi më risk nga zona tjera. Në veri s'kishte frikë asnjë krahinë. Që t'jemi realist. Një mendim tjetër nga i mirditor. Realisti ama. Je fatalist? Ledioni ma ka thënë disa herë se jam, por nuk e dia jam. Po ti çan je? Po nuk e dia jam fatalist, besoj se jam realist deri diku. Po tani me ndjenja si e o Xhiban? Me ndjenjat jam që po më vlon kapaku i kokës, më duhet urgjentisht një letër. Një letër, cili letër, orë, lutem mos ma le. Sa i pakujdesshëm je.
Se unë Olsin edhe pak kohë dhe do të filloj ta quaj Sofi. Je inshallah. Ha mo, djekse që ka, ha? Pa, na gënjeve. Më thuaj tani që ishte kjo sa e teta. Kjo është më shumë. Jo, asnjëherë. Mu më duket më shumë. Shumica e ftuarve thonë që është më shumë ajo. Megjithatë, mos më shpak pyetje, se ideja është që të zhvillojmë bisedën. Si jam me ndjenja? Me ndjenjat, po, ke gjetur një gocë? Po se ti nuk le me fol për ndjenja, ti të... Pjesë e ndjenjës është ajo. Në një gocë, në një gjë, në një histori, ki ti ke treguar që nuk je shumë i vështirë. Për lotë emocionova me këtë muhabet. Nga pyetja. Nga pyetja. Ke treguar që nuk është se je djalë për shembull që e ke shumë problem që të kalosh një faqe tjetër, pra, të futesh në një histori të re. Po jam një faqe tjetër. Je? Po absolutisht. Shqiptare. Shqiptare po. E famshme. Jo. Me perspektivë për të bërë famshme, po jo. Hop. Çfarë është këngëtare? Jo. Se them dot ç'është. Se them dot ç'është. Jo, ti thua jo. Kam thuaj. Këngëtare, Jo. fotografe, Jo. prezantuese, Jo. modele. As di gjë. Beni titull Gjibani në Nuk i unë s'tash gjë. Po nuk ka nevojë ndonjëherë është ja flet më shumë. Po, ja kjo heshtja flet. Prandaj duhet flasësh. Po jo, këtu nuk është. Se Ha më valla çfarë dogji? Kjo dogji vlla. Pyetja apo kjo? Kjo dogji. Kjo dogji. Pa, kjo dogji. Pra Gjiban, sa kohë bëre që je në një marrëdhënie tani? Nuk zgjatem më shumë për këtë pjesën. Ti mos u zgjat. Jo, nuk duhet zgjatem, duhet të flas me fëmijë. Duhet të flas me vepra, me fëmijë vlla, të flasësh llafe, tush jam me këtë, jam me atë. Vllai, kujdes çfarë thua, se në një moment kur the duhet të flas me fëmijë u duket kështu. Duhet të 8 po duket si 6, kupton? duhet të flas me fëmijë, duhet të flas. E kuptoj, pra me pjellat e tua të veprimtarisë. Duhet ta vërtetoj dashurinë me një fëmijë, jo me fjalë, këtë. Me një fëmijë në sensin e pjellorisë. Kush e merr tjetër ndryshe valla, dua ta vërtetoj dashurinë që kam dashuri për atë vajzën duke sjellë në jetë një fëmijë. Nëse janë kaq njerëz që nuk e kuptojnë ato valla. Atyre. Çfarë mund t'ju bëj? Që do të thotë shko me një njeriu që mund të dalë intervistë të them të bëj të kem dashuria gjë me një fëmijë, janë po janë nervozohesh. Po jo, po si mund të shkojë mendja dikujt, nëse mendon dikush valla. Absolutisht. Pra ti thua që do të bësh me fëmijë që ta kurorizosh të marrëdhënie. Dua ta vërtetoj dashurinë me atë vajzën, po pra, që kam me atë vajzën duke sjellë në jetë një fëmijë. Aq serioze pas ke marrëdhënien? Valla, po marrëdhënie serioze duhet tani për ç'a jam kesh për të Jo, pas ka ecë shpejt domethënë që ajo është një nuk është se kam ecë shpejt. Ti thua që të flas për atë marrëdhënie, duhet të kurorizohet me një njerëz që po, se për ato lloj marrëdhëniesh duhet të flas, nuk duhet të flas për marrëdhënie që kam Po pra, po ti je në një marrëdhënie që ka një perspektivë për të shkuar në perspektivë absolutisht. Mrekulli e botës, mrekulli. Je happy domethënë kjo është pyetja ime. Jam shumë happy sapo të më kaloj efekti i saj. Do jam shumë happy. Është skuq ai, ha? Unë skuq. Është skuq e Rudi, lë çfarë po muzika bedaj ai është. Je shumë kongurus përfundimisht. Po jo, super kongurus. Jo, po jo skuq. E di çfarë më skuq më shumë? E qeshura. Okej. Kur qesh me lot shumë skuq. Pa, çaj qesh me lot skuq ajo? Më ofendove. Të sfidoj. Jo. Ha, futja. Si do ketë? Ja, aty. Kush kjo është me djegse? Ku ta do zemra? Sa do ta lyej? Sa ta do shpirti? Po më vjen keq shumë për ty këtë moment. Nuk është nevoja ta bësh këtë gjë. Jo, unë do ta bëj për ty. Bëja. Jo, se për mua, po për veten tënde. Preken sete. Për mua jo, mos e bëj. Për mua mos e bëj. Për ty do ta bëj. Okej, bëja. Kush është momenti më i lumtur jetës tënde? Momenti më i lumtur jetës Kulminant, time, duhet kesh një moment. kur kam njoftë prindërit e mi. Sa e bukur, shumë e bukur. Ti ke bë diçka që unë që provova para, të kuptoj se ç'a halli po kalon. O plak, unë thjesht po më emocionon. Po. Dogji, çfarë është e vërteta që ti jemi sinqert domethënë. Unë zgënjej, unë i kam Renat i kam Inati. I të dyve, kam marrëdhënie shumë të mira me të dy. Çfarë duhet ketë një grua? E para, një grua duhet ketë. Për ç'a? Që të jetë gruaja ime. Po një grua duhet mos ketë turp që është grua si fillim. Duhet jetë në paqe me faktin që është grua, nuk duhet të përpiqet të bëhet burr. E çfarë do të thotë grua? Çfarë do të thotë grua? Grua, me çdo gjë që është një grua. Ja, nuk do rri këtu të bëj për kufizimin e gruas tani, se është 50.000 orë emision. Gruaja duhet
Njeri femër. Një grua është që nuk është një burr. Aha, tani ma bërë akoma më komplekse. Po tani, Shiko, ti e di çfarë vëre tek ty unë si intervistus? Dhe më beso kam intervistuar qindra persona. urdhëro. Ti në momentin që përgjigjesh dhe ndjen se ai që të interviston kërkon që të marrë vesh çik më shumë, ti atje e bën intervistusin ja prish fare muhabet. Absolutisht, dëgjoj se pse. Ç'a thash? Thash që një grua është që nuk është një burr. Sigurisht që një grua është një njeri, sigurisht është një burr. Sigurisht që një grua mund të jetë një pilot ose një gazetare Po, ose sigurisht, po çfarë bën një burr. feminile pra? Të qenit Ta femër. bëjmë kështu. Një grua mund të jetë eksaktësisht çfarë mund të jetë dhe një burr nëse ajo dëshiron. Jo, eksaktësisht. Ja, këtu fillojnë problemet. Po pse më valla? Po si mund të jetë një A grua? mund të jesh pilot edhe një grua? Po ç'a mund prodhojë sperm mashkulli një grua tani se do na shpend. biologjikisht, o burr. Po aty pra nga ajo. Flas. Femra Në që raportin duhen, social. femra që duhen, në raportin social nuk ka lidhje se mund bëhet burri grua, mund bëhet gruaja burr. Ti je konservator apo je majtosh në këtë? Në këtë pikë, vetëm në këtë pikë jam Je që konservator. Jo, nuk jam konservator, as majtor, se nuk ka lidhje me i majti djathtë. Majtosh mbase mund të jetë term degradus, po. Progresist duhet themi. Progresist, Po, kërkojnë ndjes, liberal. këtë drejt. Sepse Liberal. kur janë nda atëherë në ku ka qenë parlamentin francez, që janë nda majtas djathtas, nuk e kanë ditë që do vjen një moment që shkenca do bëhet mundur që një burr do heqi karin dhe do vej. Kjo gjë s'ka qenë e ditur. Njerëzit bëjnë çfarë duan. Jo, njerëzit bëjnë çfarë duan. A jam o vlla, unë për kalamajt e mi duhet të jem të lumtur, valla, e duan, nëse lind djalë duhet të jetë djalë, o vlla. Nëse lind djalë, unë për fëmijën Ti tim. thot bëjnë çfarë duan përveç se nëse jam më O vlla, normal. Okej, dakor. Normal. Po s'do ama. Jo, për fëmijët e mi. Jo. Jo, nuk do doja, vlla. Jo, do isha, do gënjeja, po Nëse lumturia ti varet nga kjo gjë xhiban. Se di unë valla, mos e Ç'a do bëje? Unë do punoj me gjithë forcën time që mos varet lumturia e atit nga kjo gjë. E qartë. A beson familje? Besoj se besojnë A familja. beson në identitet? Në identitet kombëtar? Në identitet kombëtar, në identitet të përfaqësuarit. Nga që e kuptoj se ku po shkon me këtë që po thu. Po shi po Me këtë treshën e shenjtë, Po. mund të besosh edhe në Zot, edhe në familje, edhe në atë dhe mos t'jesh i djathtë. Se e kuptova se ku do me dal. S'ka shans. Jo, ka shans. I djathtë, çka Jo, ja. kapitalist, konservator po flasun se e djathta nuk është. Janë socialistat dhe socialdemokratët e sotëm janë më të djathtë se të djathtët, vlla. Në çfarë sensi? Në gjitha senset, në mënyrën se si bashkëpunojnë me qës- kompanitë. Dëgjoj, shteti në demokracitë perëndimore është një motherboard. politikë, ama? Më dëgjoj, është një motherboard. Politika është pjesë e jetës. Çfarë do thotë fjala politik? Me që qenë ka kaq e keqja. Se theu bë politik. U bë diskutimin politik, jo se Po le të bëhet. çdo gjë politik është. Le të bëhet. Po le ta bëjmë pse? Nuk e kuptoj. Ç'pun kemi ne tha me politikën? Po kemi me politikë pjesë e jona. Patjetër, më çdo akt njerëzor. Çfarë do thotë fjala politik? Politik, nuk e di Na e thoi çfarë Olti definicioni. Çurri. Le të na e thoj Olti Çurri. Pse çka kemi Olti? Po çka kemi Olti Olti Çurri? Çau bythën valla dilte aty thoshte budalliqe, doli dhe ke fan klubin, thoshte ca maskaralliqe të tjera. Po ç'a tha më burr, ç'a tha në gjithë? Ke fan klubi ke qenë xhero, aty Mendimin thoshte tim, kanë këndu greqisht. Po çai duhet, më që kanë këndu greqisht. Le shkojë ke gjitha klubet, Olti Çurri dhe gjithë Olti Çurrat, shkojnë ke gjitha klubet e Shqipërisë, ke gjitha lokalet që luajnë muzikë greke, edhe ti mbyllin që s'është derë gangster. I prishi puna aty se pse nuk në kanë greqisht. Po kur knohet anglisht, po kur knohet italisht. Pse s'duhet gjë? E drejtë është. Ke të drejtë në këtë sens. Ai morën anglisht, unë jetoj në Angli, ai morën Florinin. A ka qenë incidenti Korfuzit, a ka pas sa Mirë, më përplasje me fal, Anglinë. dakor. Se hajde se vetëm Greqia pas synime territoriale. Po më le një koment. Asë kur s'ta ka dash, a na ka pushtu Italia. Që një gjë muzikë italiane pa mas kudo. Jam dakord. Apo ka qenë dakord Olti Çurri me pushtimin nga Italia fashiste. Jo, unë nuk e di. Nuk se them, mund të flas valla, për nuk flas Olti për Olti Çurrin e Leshit, flas për gjithë Olti Çurrin. Po, qartë. E zure si shembull. Tani. Po mirë, mo, Ishim ke mendimi ti. politika, çfarë do Jo, të jo. thotë politik? Jo, mos mi hik. Çfarë do të thotë politik? Ta googloj. Po nuk do ta gjesh. Google-oje Po ChatGPT. nuk e di çfarë do të definosh me Vjen nga atë dy gjë. fjalë. Jo çfarë duhet definoj unë, nga vjen etimologja e fjalës, nga vjen fjala. Polimo, etimologji thua. Po pra, polis. Dhe? Kontrolli dhe Jo, polis kontroll? jo, polis shumica ose shumë ose qytet, varet si do ta quhesh. Çfarë do të thon politik? Poli, Ose e din ose se din? Greqisht. Po, e din ose se din? A të bëjmë etimologjin pra? Po përpiqu. Politiki vjen nga greqishtja. Dhe? Poli është shumë ose qytet. Dhe itiki? Tiki është çaj meritojnë gjithë politikanët. Absolutisht. Jam shumë kundër kësaj që the. Kjo është racizëm. Kush është racizëm? Ama se kjo është racizëm. Kush është racizëm? Kjo është Më mulo shmend. Kjo është Jo, katunarizmi më i madh që mund të bëjë dikush, që ti e ke për shaka dhe e di se e ke për shaka, po e di se e ke për shaka. Politikanët nuk janë
O vlla, të thush se gjithë politikanët janë për ti ashtu? Jo, absolutisht. Po absolutisht jo, më vlla. Po absolutisht, ka njerëz të jashtëzakonshëm brenda politikës. Pse duhet ti demonizojmë sigur gjithë politikanë? Jo, më është pjesë e jetës politika. Është sigur thush se gjithë doktorat e marrin. Kush pëlqen më shumë ti me do themi herë që është politika. O çu kap si lart Vasili. Jo, si lart Vasili si Xhibani, vlla, si lart Vasili se din. Se di as larti. Mos u bëj ta marr telefonin. Merre. Si kam numër. Si ke numër, gjëja. Polis ithiki tis polis, etika e qytetit dhe prandaj në Parlamentin Evropian thot ethics matter. Europianët kështu. Europianët. Në Parlamentin Evropian gjithë botën vodhën green e kështu me radhë, thonë që ka dhe Ama se nuk kanë pushtuar vetëm gjithë botën, se i kena pushtuar Evropën, e ka pushtuar gjithë bota, e ka pushtuar Evropën. Është mbush Evropa me njerëz nga gjithë bota. Po pse bësh racist tani? Çfarë tjetër duhet bëjnë? Jo, s'bëhem racist, flas me fakte. Është mbush Europa me emigrant dhe me kultura nga gjithë bota dhe nuk po ankohen ka. Multietnike është. Jo, multietnike është. Pa mos thuaj se janë racista. Ethics matter. Nuk janë racista. Unë nuk thash janë racista, unë thash janë hipokrit. Jo, pak hipokrit kanë qenë. Do ma lesh ta them vetëm këtë gjë? Po, absolutisht. Po. A mund pim cigare në emision live? Po sigurisht mund të pish çfarë duash në zemër. Xhibani, kujdes mikrofonin. Vjen kujdes mikrofonin. Ore, me atë gocën, si ke marrë tani që thoshe kujdes mikrofonin? Kam taku një herë. E ke taku, a? E takova një herë. E falenderova për gjitha herë që është kujdes që mos të bëj gjëra të gabuara. E falenderova për gjithë durimin që ka tregu. Është admirueshme. Mos më thuaj që të pëlqeu dhe është admirueshme. Po thoja, tek politika. Çfarë do të dëgjosh tani për atë gocën? Jo më asgjë. Jam dashuri me atë gocën. Ama sa fut kot seriozisht. Jam në dashuri me atë gocën. Kur gjithë kujtonin se isha i dashuruar me të tjera aty mrena, unë isha në dashuri me atë gocën. Në çka kuptimi? A desha ekskluzivitet? Ku me kë me gocën kujdes mikrofonin nga zëri, po thjesht nga zëri. Të pëlqeu nga zëri? Ja, më pëlqente nga komunikimi. Po. Dhe tani je i dashuruar me Do thon tash do llogarisem se presin fëmijë? Se di. Se bëj shaka se na mytë fort. Ja. apo ka stil gjithë ato herë. Po I Xhiban. bëja gjitha që të shkoj ke dhoma rrëfimit, akoma se keni kuptuar. Që të më thonin kujdes mikrofonin dhe të... E kam seriozisht tani, mos më marr me disë. Po tani po nuk mundem të mos bëj pak shaka, se këtu po më thet politikant. Tani dhe unë do bëj pak shaka. Mos më thuaj që... Ore, po doli që s'po bëje shaka? A, po doli kish ekskluzivitetin. Ore, vërtet e dashuruar me atë gocën ty. Ore, zëri ka të bukur. Po nuk ka mashull normal aty mrena që mos t'i bëhe qefi kur ajo vajza i thoshte emrin. Xhibani kujdes mikrofonin. Xhibani në dhumë të rrëfimit. Xhibani dhom të rrëfimit, imagjino. Pa sa kur shkojnë dhom të rrëfimit kërciste Dajaku se fillote. E trashte zërin aty dhom të rrëfimit. Jo, nuk e trashte zërin, po që kritikën e ka. O vlla, normal që kritikën. O vlla, ka kritikën që kur bëhet diçka, nuk ka kritika ajo sa asaj i ndalohet këtë kritik. Pa jo të cilë të si hariqet. Okej, për këtë do dënohesh. Të ka ardhur kjo. Po të lajmëronte. Kur ishte për të lajmëruar? Kush ishte për të lajmëruar? Thoshte e pyesja unë, shkoja unë si i dhier kështu, dhe i tha, "Ç'a kam bërë?" Do lajmërohesh. Ti sigurisht se di. Do njoftohesh. E sa kohë bët bashkë? Me kë më? Me lidhjen time, me gocën që kam, jo me këtë, se Jo, me lidhjen tënde se kuptuam që ishte shaka apo. Po ja, se nuk du të... Jo, more, dakord, thash. Prononcat. Thash mos që ajo që Mbasi dola sigurisht. mbasi dole direkt, bam. Jo bam, jo. Pas 2 ditësh. Jo, mas 2 javësh. Jo bam, jo. Tani si janë planet e tua Xhiban, nga do vesh, nga do vish? E mendon qëndrimin në Shqipëri tipi ti jetosh këtu? Sa e ndërroj. E ndëron? Po çfarë të ndalon? E dashuroj, ekonomia. Duhen lek me jetu në Shqipëri. Lek duhen dhe në Angli me jetu? Jo. Pound. O gji, nuk duhen se atje i nxjerr. Po këtu si nxjerr dot më? Po ku diun vëlla, atje ka më shumë artista që domethënë më paguajnë për t'u bë këngë. Këtu nuk është se më paguajnë për të bë koncerte. Se unë nuk du të vit të bëj këngë, se ka shumë si unë këtu që bëjnë këngë për tjerë. Edhe nuk du ta bëj këtë gjë, jam lodh nga kjo gjëja. Nuk du të jem në një studio i mbyllur duke prodhuar për tjerë, du të prodhoj për veten time. Dhe që të prodhoj për veten time duhet të kem koncerte, dhe koncerte nuk kam për shkak të bllokadës dhe të barit që është më jeshil nga ana tjetër e kufirit. E qartë. Dhe nga ana tjetër e dialektit, me që dialekti jon nuk qen nga i përshtatshëm për. Jo, dialekti jo ti mirditorie, ti gege ke. Net jugut. Gege kam, po un kam për
Po, flet letrare. Për shumë vite kam bë në gjuhë letrare, kam bë domethënë kam krijuar në një gjuhë e cila është lehtësisht e kuptueshme nga gjithë Shqipëria. Po, në fakt unë e këndova, e dëgjova dhe këngën kujdes mikrofonit dhe atë po thoja që jam në gjendje ta kuptoj shumë mirë çfarë thua. Ja prit ta them pak vargu, sepse që ta kuptojmë. Shumë këngë për shembull dëgjohet një Qa them unë? Duket si vërngjisht. Them unë me zargjipe se rola, tu luin limit tyna dhe dola, Guinness rekord po nuk e doja, Big Brother quhet kjo loja, me zargjipe se rola, tu luin limit, thot ta nuk duan me besu të vërtetën, erdhën vetëm do ikin vetëm, kanë ran hall qa me bë të shkretën, s'kan se si me ndalu kometën, shumë shumë sa me u kap me të, baj fjali me në për TV, topi edhe erë të vëshë, nuk dina sa bëtë, FLM KLB, nuk jam LGBT, po le të që shkeme të, prek limitet kur është nevoja, ta hesh kamin po t'iku goja, fol gabim, po nuk ka këthim, tu s'ka dhoma me bo rëfim, se me zargjipe se rola, tu luin limit tyna dhe dola, Guinness rekord po nuk e doja, Big Brava quhet kjo loja. Men, rrallë me rrallë. So, nuk do më du akrotismi. Pa e përfunduar duart Rokita. O Gjiban, unë gjithmonë i pyes të ftuarit e mi, a ka diçka që ti doje ta thoje në këtë intervistë të cilën unë nuk të pyeta? Unë doja të thoja në këtë intervistë që pavarësisht se qa ka ndodhur te Big Brotheri, shqiptarët ja kanë përborxh vetes tyre dhe askujt tjetër të jenë të bashkuar. Ja kanë përborxh vetes tyre dhe askujt tjetër të mos manipulohen dhe mos përdoren për arsye mediatike nga secili artist, nga secili pjesëmarrës në Big Brother dhe për arsye politike nga asnjë politikan i cili në mënyrë të çmendur synon të përqajë Shqipërinë dhe Kosovën dhe të kuptojnë që duhet gjykohen njerëzit për veprat e tyre dhe jo për përjardhjen e tyre. Këtë doja të thoja. Mrekulli, shumë mesazh i bukur. Ne kemi vetëm një moment që duhet përmendim sponsorin tjetër të emisionit ton, Partinë Socialiste, i cili E thashëm pra. A thashëm shumë PS, po shumë PS, shumë sa më u kap me të. E pra, për PS-n e kishe besoj. Ore, i futesh në njërë politikës për deputet? Po më kanë Nuk mundem. Nuk e bën dot deputet. Jo, e bëj dot, po nuk mundem se jam dënu jam dënu. Për dashuri. Për dashurinë. Të tepruar. Po ç'në si ka? Pra nuk është e lishme, nuk e bën. Jo, është nuk mund të futem. Mos, politik në Shqipëri dhe palishmëri nuk ka. Dëgjoj, ka politikanë shqiptarë cilët janë dënuar në vende të tjera, po nuk kam pse ta bëj, sepse ka tjerë që merren me këtë punë më së miri, unë të bëj këtë punë të mia që më pëlqejnë mua dhe jam hapi. O Gjipan, unë gjenet vese të uroj shumë sukses në gjitha projektet e tua, unë shqyq, me thënë të vërtetën e kisha shumë qef që të intervistoja dhe të njihja nga afër. Të kam ndjekur në lojën e Big Brotherit. Sofi, të lutem hiq ande. Kjo më shmend më kur i do të hoqë Sofi. Po kur po bënte para si Ariani këto me pjenë energjike, ta bëj mirë gëzuar. Gëzuar me Go Plus. Megjithëse jemi aty te Go Plusi, mos harroni, loja Go Plus fal 8 makina avatar, 2 janë super makina, mira euro makina, mjafton që të nxjini këtë kodin që është. Mos harroni të klikoni këtë kodin, loja plus, bëhet thjesht fare dhe nëse bëni 100 të tilla fitoni. Faleminderit KFC, faleminderit Qumshit Lufra, faleminderit gjithmonë Argjendaris Donaldo që na jep këto dhuratat mrekullueshme. Argjendaria Donaldo përballë qendrës Toptani, gjeni super produkte, super çmime dhe bizhu super të veçanta të cilat mund të dizenjohen vet. Kjo është për ty, ti je besimtar, kështu që të kemi bërë një me faleminderit, me kryq. Me kryq dhe me gogla Ari. Faleminderit. Nga Argjendaria Donaldo, e gjeni në Instagram, e gjeni kudo. Thanks. Love it. Ja pritet ta vë. Dhe mbajtë këtë. Pritet ta vë, ose ikti se prit ta vendos, jo prit të ta vë. Jo, mua mos më vë gjithë. Jo, prit ta vendos. Ta vendosësh, as mos të ma vendosësh, as mos ma vesh, lutem se deri çfarë dolëm konservator. Nice. Thanks, faleminderit. Gjiban, shumë suksese në çdo gjë që bën. Faleminderit për emocionet që na ke dhuruar, për artin që na ke dhuruar mbi të gjitha dhe për të vërtetën tënde. Kjo është më e rëndësishme. Që e vërteta jote është dëgjuar gjithmonë. Faleminderit që më bëri pjesë të emisionit. Me thënë drejtën qyse pas intervistën e ministrit Rendit. Thash, wow, flak fare. Qa super emisioni që nga. Po pra. Të falenderoj shumë atëherë. Sukses edhe një herë. Miq, faleminderit të gjithëve.
Faleminderit gjithëve, mos harroni follow në të gjitha rrjetet tona sociale. Deri atëherë kalofshi bukur.